pjesa e shërimit bioenergjik me metodën tuaj që ju keni krijuar. Keni 30 vite që aplikoni këtë metodë dhe ju keni punuar me këtë metodë, por edhe metoda që sipër përmenda, me 170 milion njerëz në gjithë botën, duke nisur nga personalitetet të sferave më të larta të shoqërisë, personazhet e njohur të Hollywoodit, që unë doja t'ju nxirja emra, por ju për arsye etike nuk më nxjerrni emra, deri te antarët të familjes mbretërore. Më tregoni pak për metodën tuaj të shërimit me bioenergji dhe si keni mbërritur deri aty? Do rikthehem në vetlinjën time, në Gostivar, dhe në atë kohë një shërues e shëroi vllaun prej epilepsisë, një hoxh që ka punuar në atë kohë, dhe kur u smuron moshën 8-9 vjeçare, unë isha në spital 14 muaj. Keni pasur infeksion në mushkëri, keni thënë infeksion në mushkëri, po gjithashtu pastaj hyri në zemër. Okej, dhe ju Dhe keni kam qenë qenë në nga maqinë të aparaturat. jetës, në aparaturat të jetës. Në reanimacion. Edhe derisa mjeku i thotë nanës, bjerë një babën, ki djalë dhe deste për 3 ditë. Për 3 ditë. Tash këta shkojnë dhe më çojnë te njëjti hoç, te njëjti shërues që ka punu. Edhe nana pastaj më treguan se ki ka thonë, kjo është veç një provë, ki do t'i kalone. Edhe unë pres vogli, fillova të mësoj se kur erdhan dije, ata më çojnë në spitalin hoç, do me thënë vende ndryshme të lutjeve, sende, fillova të bëhem tepër kureshtar për një botë që ata besonin me gjithë shpirt, a unë nuk e shikja me sytë e mi, por e ndjenja se bësha më mirë. Nga ana tjetër isha tepër i përkushtuar te shkenca, te biologjia e njeriut, do me thënë te lëmit e ndryshme tjetës. U rritan 2 bota që më dhanë, do me thënë, perspektiva të ndryshme, por gjithashtu më dhanë një inat. Inat? Po. Jo pranim, inat. Inat, për shkak se kje 2 mendime që kundërshtojnë njëra tjetrën. Për plasën, po. Për plasën. Edhe unë anti-inatin, do me thonë inat në mënyrë që dëshiroja të zgjedhi kush është e drejta. Edhe kush është e drejta? Sinkronizimi i të dyjave. Shkrirja e të dyjave. Shkrirja. Në zemër gjithmonë kam dash të zgjedhi pyetjet e papërgjigjur, që s'janë përgjigjur për asnjëni. Çfarë shëron me metodën bioenergjisë Toni Jeton Selimi? Ka shumë sfera. Shërim mund të kesh edhe në biznes, shërim mund të kesh edhe në marrëdhënie, shërim mund të kesh edhe te parat, se në tje nuk jeti marrëveshje të mirë me parat, dhe s'din si ta bësh një monetizim të diturisë tënde. Gjërat që janë krijuar nga emocionet dhe nga traumat e ndryshme, për shembull, nëse njeriu ka depresion, nëse njeriu ka ankth, nëse njeriu ka varësi, nëse njeriu ka ADHD, nëse njeriu ka epilepsin, nëse gjërat e ndryshme që sëmundje të rënda të pashërueshme? Mvaret se çka. Domethënë shërimi, si shërim, nëse njeriu vin prej, domethënë lind me tmeta, unë nuk them të rritet një kamp, por njeriu që e krijon smundjen gjatë jetës së tyre, nëse ata përshkushtojnë punën që duhet të rikthehet trupi, mendja, neurobiologjia e njeriut në balans, gjendje natyrale. Trupi e ka mënyrën se mund të shërohen. Unë veç i kam krijuar metodologjit që njeriu mund të ndëgjoni së pari çka është trupi duke të komunikuar me një simptom. Para se më erdh smundja. Pse krijohet sëmundja? Së pari kur neurobiologjia nuk është në balans. Së dyti stresi. Së treti traumat e ndryshme dhe perceptimet që nuk janë të balansuara gjatë traumës. Së katërt i kthenin çka ham, çka fusim në gojë. Gjithë këto sende, po gjëja më e fuqishme është gjëja e brendshme. E ushqejnë barkun më së tepërmi, edhe ignorojnë gjën më të fuqishme, vozicin e jetës së tyre që është mendja dhe shpirti dhe zemra. Përmendim pak metodat e neurobiologjisë. Së pari, domethënë, duke shëruar veten. Mundemi ne të shërojmë veten? Pse jo? Ta përshpiqen tash. Nëse ti deri tash ti e pre dikun, apo? Unë mendoj që jo. A je pre dikun, kështu kur kërvishtes, kur del pa djallë, jo sot. Flasin njëtën tënde. Ja tani u dhem koka, për shembull. Njëtën tonë, prit pak, njëtën tonë. A e ke pa dhe një kur je gjakur të dalë? Po. Po hyn në lojë procesi koagulimit. Po ti e beson atë send. Po e besoj, sepse pse nuk e beson për gjëra tjera? Po çfarë duhet të besoj tjetër? Po prit pak. Do me thënë, ti mpitja mund ta shërojmë veten. Trupi ka mënyra që tregon se mund ta shërosh, ati e ignoron. Edhe nuk e sheh se trupi ka dijen që të mund të shërone. Po ti nuk dëshiron
të arritish atë dije, të investosh në atë dije, edhe para, edhe kohë, edhe emocion, edhe për kushtimi që duhet të bësh mjetri i dijes tënde. Jo të gjithë kanë mundësit të kenë Jo. inteligjencë, para Jo. I kanë të gjithë? Do me thënë, koallëgimi, a bëhet veç këtyja? A bëhet çdo njeri? Të gjithë. Pa atëherë pse më ren? Interesante, më futën në mendime. Si mund ta shërojmë tani dimendimet e kokës? E ngarkon edhe çkarkohet është. Duhet të pres momentin e shkarkimit, domethënë. Shkarkimin po prapë e veç gjërave mos në shkojë te hapat. Jo, hapat e kanë vendin e vet. Unë nuk i them njeriu të mos shkon mjek. Jo. Se edhe mjekësia e ka atë pjesën kyç për të shëronë një njeri. U them njerëzve zmadhonja rretin e shërimit. Domethënë shqyrtoni një shërim 360 shkallë. Mjeku e ka vendin e vet, eksperti e ka vendin e vet, një nutritionist e ka vendin e vet.